Gjendja në Shqipëri po bëhet çdo ditë dhe më e rrezikshme. Edi Rama po sillet si lop e çmendur. Po të marrë hua një term nga veterinaria, nuk mund të ketë kualifikim tjetër. Në një sfidë të hapur të kushtetutës së vendit, në një sfidë të hapur të ligjeve, kodeve të vendit, AY vendos në vend të zbatimit të tyre, në vend të zbatimit të kërkesës të bazuar të prokurisë speciale, vendos krijimin e barierave speciale për mbrojtjen e vetës tij. Vendos të tejkaloj kushtetutën nëpërmjet ligjeve personale, krijimin e mburojave në mënyrë që AY dhe organizata kriminale që kryeson të vazhdoj plaçkën, grabitjen, plaçkitjen e shqiptarëve pa asnjë llogari para ligjit. Ju do thoni pse unë them lop e çmendur. Them sepse humbet ka degraduar psiqikisht në mënyrë totale të dashur qytetar dhe qytetare. Në amandamentin që ka sjell për mbrojtjen e vetës tij, për të korruptuar me ligj gjykatësit kushtetues, ka përfshi dhe ata në mburojnë e turpit ligjore ndaj anullimit, ndaj pezullimit nga detyra. Po duhet të jesh lop e çmendur. Të mos lexosh kushtetutën e cila në mënyrë taksative përcakton se gjykatësi kushtetues pezullohet. Pra, kushtetuta për gjykatësin kushtetues ka përcaktuar pezullimin, çka do të thotë se gjithçka tjetër për të ngjashëm përfshi presidentin e Republikës, që nuk është i zgjedhur nga populli, është i pezullueshëm për kushtetutën.